e kanë pyet një dietar, i kanë thonë, po ne po themi astaghfirullah, mirë po na ndodh që prapë më bëhet gabim. Pra unë po më keq një gabim që kum bë, kom rshit, po kërkoj falje. Mirë po pastaj po digna dëshish po gaboj prapë. Edhe disa i ka thonë, ti mos kërko falje, si kjo është hajgare sapi. Ti ja pendoja mos pendo. Edhe disa e kalon pendimin. Ka unë përdisë nuk po më lën këtë mëkat, nuk po më largu prej tij, po bi prap, më mirë bëni s'po bëna hor para Zotit me kërku falje. Edhe për këtë veprim me ka pyet një dietar. A është mirë që thotë që po bëjnë apo ka thonë, shejtani kishte më gëzuar shumë nëse kishim ju bind në këtë punë. Që mos me kërku falje derisa ti të lësh punën apo. Do të bëj kështu. Ti nëse ke bënë punë të keqe, kërko falje te Allahu. Ka se thash, kërkim falje nuk është me ta fal Zotit, por është mbrojtje. Ti kur thosh astaghfirullah, ti po thua o Allah, më fal për këtë që bëra dhe më mbroj o Allah që të ardhmë mos ta bëj më këtë punë. Pa është edhe kërkim falje, kërkim mbrojtje. Nuk duhet një mund që unë e di që bie opet. Unë e di do të jem trim të kanë rrugë, unë isha pendu pikë punë. Po sonë që i gatën. Unë e di një vetëm tonë. Unë i them ti pendon tek Allah nuk dihet. Ti pendon ti ndiu keq që ke bërë këtë punë. Ti mos e bë astaghfirullah me hajgare. Edhe me një që kemë me bëhet punë prapë. Jo, ti kërkon falë tek Allahu me sinqeritet, edhe me një vendosmëri që unë shpëtoj që nuk bimo. Unë çështë kom njëti mos më ramo. Dhe jeto, bjem prapë mëkat, prapë kërkoj astaghfirullah. Bjem prapë mëkat, prapë astaghfirullah. Edhe nëse me 100 herë bjen njëti mëkat, me 100 herë bëne astaghfirullah. Kur mos e shkput astaghfirullah nga se realisht je i pambrojtur dhe atëra i rrezikuar.